Miq të dashur të Prives, erdhëm kështu edhe tek pjesa e fundit, e cila i takon të patonave të kësaj jave, e unë nuk e di hiç me kënd jam i marr. Zbulojeni vetë në vazhdim. Këngëtarja Dafina Dauti është pikë referimi për hajdotët. Të premtën ajo ra prej e vjedhjeve për herën e katërt. Këngëtarja cila po shoqëronte të bien e saj për një kontroll rutinore tek mjeku, le të parkuar veturën e babait të tipit Golf, e kur doli jashtë mbeti në këmbë me gjithë të bien. Veturën i vadhën. Me tu rikthyer në banesën e saj në një nga lagjet e Prishtinës, pas edhe banesa e saj ishte plaçkitur. Mes tjerash kishin marrë televizorin, mikrovalën, një laptop e mjete tjera elektronike me vlerë, bijuteritë e saj në shifra të shtrenjta, rroba të markave të ndryshme, e një orë Rolex, ishte ajo që po mungonte tek gjërat e Dafinas. Raperi Kozmen ka përgatitur projektin e tij të ri me gjithë videoklip. Kënga është ndryshe nga që jemi mësuar ta shohim reperin në projektet e tij të mëparshme. Teksti bën në kombinim me refren të antarit tjetër nga i njëjti label Mike, flet për një lidhje dashurie të dështuar, ndërsa kënga si këngë e gjithashtu punuar nga Ghetto Ari, themeluesi i Baba Stars. Projekti do të lansohet të martën mbrëma në kanalin e Baba Stars në YouTube. Këngëtarja Zelma, e cila pati një jehon të vogël në trojet tona lidhur me projektet muzikore që solli, ka filluar të zgjojë interesim për producentët suedez. Ajo në një fotografi të postuar në rrjetet e saj sociale shihet për krah njërit nga anëtarët e kompanisë diskografike që këngëtarja ka nënshkruar kontrate. Deli Music Group Sweden, tani e tutje do të përkujdeset për materialet e këngëtarës, ku nga tani ka nisur punën për projektet e saj që do lansohen në një kohë të shpejtë. Këngëtarja Vjolta Selimi ka sjellur projektin e ri të saj, e cila është një këngë mjaft e dhëmshme me një tekst prekës dashurie, nga Kreshnik Avdiu, me muzikë dhe orkestrim nga Ardian Kastrati, e klip të realizuar nga Urban Graphics. Kënga titullohet Nandan dhe në të mund ta gjejnë veten shumica e atyre që së paku një herë kanë vuajtur nga dashuria. Këngëtari nga Kosova Ardian Bujupi, që bumin e tij pati në një talent show të Gjermanisë, ka nisur punën për këngën e tij të radhës që do të jetë realizuar me klip në qytetin e Durrësit në Shqipëri. Kënga është në bashkëpunim me DJ Dallu, e cila do të jetë një këngë ritmike që pretendohet të na shoqërojë gjatë kohës së verës si një het i vitit. Nga bashkëpunëtorët thuhet se kënga do të ketë një ritëm ndryshe prej këngëve të mëparshme të Ardianit. Se a do të jetë ashtu edhe siç pretendohet, mbeti të shohim. Në klip do të jetë pjesëmarrëse me një rol edhe antarja e dikush me shtëpisë Big Brother Mimoza Krasniqi. Një ndër labellat më të mëdha ndërkombëtar ka ateruar sërish në Kosovë pasi që morën në kontratë Eraj Strefin. Kjo kompani ka arritur të nënshkruajë kontratë edhe me një emër tjetër vendas për punën e muzikës, një djalë, dhe në kërkim janë për 2 vajza, por që emrat e tyre nuk do bëhen publik deri në kohën e lancimit të tyre. Privejista, gjërat e mira kryen shumë shpejt, por mos u mërzisni se unë ju lë sërish ta kemi të shtunën e ardhshme, në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë. Deri atëherë mund të më shihni mua dhe materialet e përgatitura për ju në kanalin tonë zyrtar në YouTube me Prive Klan Kosova, duke mos anashkaluar edhe portalin prive.al. Faleminderit që gjithmonë jeni me ne. Një falënderim i posaçëm shkon për sponsorit ton Vala Forgji. Deri javës që vjen, kënaquni sa më shumë. Natën e mirë.